Skandali i elmimit masiv të 56 studentëve të Akademisë së Sigurisë ka sjellë reagimin e menjëhershëm të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, i cili ka vendosur bllokimin e menxës së institucionit pas konstatimit të shkeljeve të rënda higjieno-sanitare. Kontrollet dhe analizat e kryera nga inspektorët e AKU-s kanë nxjerrë në pa kushte jashtëstandardeve të lejuara të higjienës në ambientet ku shpërndahet ushqimi për studentët. Për pasojë, menca është bllokuar me shiritë sigurie dhe aktiviteti i saj është pezulluar deri në një vendim të dytë. Sipas burimeve, Akademia e Sigurisë furnizoi me ushqime nga kompania private e cateringut Sorial, ndërsa gatimi dhe shpërndarja e vakteve realizohej në ambientet e menxës së institucionit. Pikërisht në këto ambiente janë konstatuar problematikat më serioze higjienike, të cilat dyshohet se mund të kenë ndikuar drejt për drejt në elmimin e studentëve. Ngjarja u bë publike disa ditë më parë kur 10 studentë shfaqën simptoma të forta elmimi pas konsumimit të drekës së shërbyer në akademi. Të rinjt kanë pasur shqetësime si të vjella, dhimbje barku, temperaturë dhe diare, ndërsa një pjesë e tyre u transportuar me ambulanca drejt spitalit për të marrë ndihmë mjekësore të specializuar. Burime bëjnë me dije se vakti i servirur atë ditë përbëhej nga sallatë me perime të ziera, tavë me presh ose gjell me patate, makarona ose pilaf, mish, bukë, banane dhe biskota. Hetuesit po verifikojnë nëse një nga këto produkte ka qenë i kontaminuar apo nëse elmimi lidhet me mënyrën e ruajtjes dhe përpunimit të ushqimeve. Gjatë kontrolleve, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka sekuestruar rreth 155 kg produkte ushqimore të gjetura në ambientet e Akademisë së Sigurisë. Produktet dyshohet se nuk plotësonin kushtet e sigurisë ushqimore, ndërsa ndaj kompanisë private Sorial është vendosur dhe një masë administrative me gjobë në vlerën e 100.000 lekëve. Ndërkohë hetimet vijojnë për të përcaktuar përgjegjësit konkret dhe për të zbuluar shkakun e plotë të elmimit masiv. Pritet rezultatet përfundimtare laboratorike, të cilat do të përcaktojnë nëse bëhet fjalë për kontaminim bakterial, probleme me zinxhirin e ruajtjes së ushqimeve apo shkelje të tjera të standardeve ushqimore.